Një 70 vjeçare është gjetur e pajet në banesën e saj këtë të hënë. Mësohet se e moshuara jetonte e vetme në një pallat në lagje numër 17 të Korçës. Ka qenë fëmijëja e saj e cila ka lajmëruar policinë pasi prej disa ditësh nuk e kishte parë të moshuarën. U futa ai komshiu, futa dhe unë dhe ajo pas me, ku e pam ajo kishte rënë nga divani. Kishte rënë. Eri pasaj lajmëruam motrën në Tiranë. I thamë kështu, hajde se të ka tekur bajamja. Dhe mirë, një komshi tjetër le ma vi policinë, vetëm, as hante, as pinte, nuk i dërgon të njëri, nuk i të njëri. Po djali kërë? Burg. Kulmit ishte. Pa nga në papirë, ishte sëmurë, thyvi legenin ajo. As njëri vite motra nga njerë, nga Tirana, edhe i bënd të shërbim. Dyshohet se 70 vjeçarja kishte disa ditë që kishte ndërruar jetë, ndërsa nga kqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune. Pritet që trupi i nënshtrohet ekspertizës mjekoligjore për të zbardhur shkakun e vdekjes.